depresion dhe ankth shoqëror, kur ti ke një vetëvlerësim të lëvizshëm, i cili bazohet vetëm të pjesa e veshjeve, e shumë problematika të tjera psikologjike. Individi sa më vetvetja të jetë dhe të shfaqet dhe nëpërmjet veshjes, duke veshur këtë individualitet, aq më i shëndetshëm është dhe aq më i lumtur është. Nuk mund të përfundojë të ndihet bosh ankthi ekzistencial që ndjejnë individët të cilët investojnë ke imazhi i jashtëm, duke harruar veten e tyre, duke distancuar, duke përfunduar deri në konfuzion të identitetit. Problematika shumë serioze të cilat themi pse po shtohen këto problematika psikologjike. Një nga është fokusi vetëm ke imazhi kësaj shoqërie, e cila vrapon mbas suksesit të shpejtë dhe të këtij imazhi që kërkon ta përvetojnë nëpërmjet brendeve, firmave, siç i themi neve, shumë problematikave të tjera dhe këto janë pikërisht që prodhojnë. Nuk është më kohë të shtimi problematika psikologjike. Këta që shesin men, këta që thonë do të bëjmë kështu, do të bëjmë ashtu. Për të folur për problematikat e krizave të identitetit të njerëzve sot, edhe nuk ka mbetur vetëm tek brendet, mendoj se është një pjesë shumë e vogël, megjithatë jam shumë dakord që njerëzit... Ti do apo i adhuron kështu në fshehtësi? Unë jam pro e çdo njeriu që investon tek përmirësimi i vetes në çfarëdo lloj drejtimi qoftë ai dhe pse të duket ky investim? Po ja, një sekond, tani se këtë se duroj dot, vërtet. Përse nuk të quhet investim ty, për shkakun që ato lekë ti marrësh të blesh një kallup flori, të blesh një diamant që cilit i rritet vlera vazhdimisht? Ai është biznes. Qa investimi është veshja kur ti e ble 2500 euro dhe nuk e shet dot as 800 euro, e zëm. Se nuk vishesh ti me të njëjtat rroba çdo herë në program. Patjetër, jo, unë ta thash stilin tim. Unë dua ti ndroj. Patjetër. Po edhe dëshira jote për të gjetur diçka të veçantë që keni gjetur zonjë një stiliste shumë të madhe. Po, për mua ajo është zgjidhja ideale. Për ty pra është zgjidhja ideale. Ti ke gjetur këtë formë për të. Jo, unë nuk e pranoj si koncept që të investoj kaq shumë lek, jo se si kam ato lek, por ato lek unë investoj në flori, në diamant, që i rritet vlera, se njeriu duhet jeti mençur. Edhe unë po blej flori këtë periudhë. Njeriu duhet jeti mençur, se s'mund të blej rroba firmale, të kënaqë syrin e të tjerëve. Dhe po kjo është për të kënaqur syrin e tjerëve se. Po ti nuk rriqi ti të çopësh veten tënde kështu tani, lutem. Jeni dy gjenerata të ndryshme. Jeni ka të gjithkohës, dëgjoj, unë mendoj që këta njerëz kanë probleme pasqyrën. Kanë problem madhe pasqyrën. Unë përfaqësoj ata individ të cilët i kanë parë edhe e shoh dëshirën dhe pasionin e tyre për të bler, për të qenë konsumator, për të qenë shijues, degustues dhe jetues të brendeve apo të një drejtimi të caktuar. Thuaj Saracel. Në formën e konkluzionit. Një ndër këta. Nuk është se jam përfaqësuesja më e mirë sepse nuk kam atë status ekonomik. Marim këtë Rametliu që sapo vdiq, Armanin për shembull. Fjali e fundit. Nuk e pash në asnjë në këto pasarelat ku dilte dhe ekspozonte këto me këtu Armani. Si ka mundsi? Armani që nuk vishi kur nuk vishte logon e vet. Si është mundur? Urdhëro. Hajde. Saracel nuk e di fare. 1-0 Saracel. Po jo, Saracel e ka parë 2 herë. Të lutem. Se ai nuk e ndjek modën. E thave vetë që gjëmon. Ai e krijon vetë.